Pa filtra, ashtu siç je, ashtu siç është. sepse e vërteta ka rëndësi. Pa filtra. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët. Në studio jemi përsëri me Anjën dhe me Evën dhe sot do flasim për faljen. Përshëndetje. Përshëndetje. Me që temën e ditës sot e kemi për faljen, kam një pyetje për ju. Sa herë keni falur këtë javë? Pyetje pak e vështirë kjo. Të jemi realist, këtë javë kam falur 0 njerëz. Kurse unë nuk e di sa do kem falë kur të dalë ky podcasti, por që shiko, ju mund të keni falur edhe njëra tjetrën se motra jeni. Po e kam falur se të fakt u zum për diçka, po se më e mend. E di unë. Eva do të linte orët, por mos e lash. Po. Tani më kujtua, desha të lija orët e matematikës, sepse në fakt nuk ishte asnjë person në klasë, edhe isha veç unë me Tejan dhe Teja tha jo normalisht, si gjithmonë. Edhe pasi më tha jo, nuk i fola. Pastaj nuk është se më kërkoj falje, po thjesht e fala naturalisht. Okej, në rregull. Pra, falje do me thënë që edhe kur tjetri nuk të kërkon falje, ti prap e fal. Goca, a ju ka ndodhur në një rast që e keni pasur shumë të vështirë të falni një person? Tani, unë gjithmonë që u kam qenë e vogël, jam mësuar të fal, kështu që për mua ka qenë gjithmonë ideja që duhet t'i them një personi që unë të kam falur. Por më vonë e kam kuptuar se çfarë do të thotë me vërtet të falësh. Të falësh do me thënë që ti mos të mendosh më për atë personin që unë e kam fal të personin, po ky është ai që më ka bërë këtë ose atë. Do të thotë që ti të kalosh atë gjë, ta lësh në të shkuarën, patjetër që do kohë që të shërohen gjëra të kalojnë, por ti nuk e sheh atë personin me të njëjtin sy, që e shije para se ta falje. Pra jo vetëm ti thua që të kam falur, por ta falësh me të vërtet, me gjithë zemër. Të them të drejtën, për mua është pak e vështirë, sepse kam tendencën kur dikush bën diçka të keqe, domethënë, unë të them më fal, por jo shumë herë mund ta bëj këtë gjë. Prandaj është ndryshe të thuash më fal dhe është ndryshe të veprosh njësoj. Është shumë e vërtet, sepse ndonjë për mua ka qenë e vështirë të thoja të fal, por thjesht e thoja direkt pa ndjerë, sepse realisht nuk doja të merresha më me atë person apo të harxoja kohë më shumë, por që me kalimin e kohës e kam kuptuar që kur i them një person që e fal, duhet ta ndi me të vërtetë dhe ndoshta edhe duhet të ulem të asqyroj më thellë me atë person. Po ndonjë rast real kur e keni pasur të vështirë të falni? Për mua, unë kam pasur një shoqe e cila u distancua pa më thënë asgjë. Domethënë, as nuk më shkruante, nuk më fliste aq shumë me mua dhe për mua ka qenë shumë e vështirë që ta falja. Kam pasur edhe një rast tjetër me një shoqe e cila më gënjeu dhe unë e kam pasur shumë të vështirë prap ta falja pasi doli në shesh e gjithë gjëja, sepse më duk sikur as kërkesa e saj e faljes nuk ishte e sinqertë. Për mua nuk është se kam ndonjë rast, me sa mbaj mendun, por kam dëgjuar nga shoqja ime se kishte shumë të vështirë për të falur dikë të cilën e konsideronte si shumë të afërt dhe që e kishte lënduar shumë. Ndërsa unë mund të kem këtë ndodh që dikush që unë e kam të afërt, qëndron me persona të tjerë, të cilët më kanë lënduar mua, edhe ndërkohë mendoj që pse po ma bën këtë, edhe nuk e kaloj kollaj si gjë. Edhe është një nga ato gjëra që mbetet edhe nuk është se e flas. Do me thënë, edhe pse nuk mund ta quaj që jemi zën, prapë ndjej që duhet ta fal atë personin për atë që ka bërë, edhe pse nuk jam dakord me atë që po bën, madje edhe kam vajtur t'ia them. Edhe pastaj prapë ka bërë edhe unë thellë në zemrën time kam thënë, okay, duhet ta kaloj këtë gjë edhe ta fal pavarësisht çdo gjëje, sepse tregon edhe një shembull të mirë. Po është pak e vështirë në fakt kjo situatë, por unë për vete i marr pak gjërat më chill. Dhe nuk është se më intereson shumë nëse dikush më thot diçka që edhe mund të më mërzisi. Mendoj se mendimet e tjerëve nuk është se ndikojnë shumë në jetën time, se është jeta ime në një farë pike. Por kur i thot dikush diçka Evës, edhe është shumë ofenduese dhe e kupton, janë disa momente që edhe unë ndjem keq dhe Eva e fal atë person, unë akoma mendoj që sikur nuk e meritonte shumë atë faljen se ka lënduar shumë Evën. Domethënë është pak e vështirë dhe kjo pjesa e faljes të dikujt që ka lënduar një person të afërt. Edhe unë mendoj që adoleshentët në përgjithësi e kanë të vështirë të falen. Është shumë e vërtet, sepse ndonjëherë, domethënë është kjo mendësia që të falësh do të thotë që mos të duash veten apo mos kesh respekt për veten. Kur ti fillon dhe e do tjetrin, ti e fal, edhe nëse ai nuk të kërkon falje. Ti thjesht e fal sepse të vjen keq, jo për veten, por për personin që ka arritur deri në atë gjendje sa ta bëjë atë lloj gjëje ose atë veprim.
Edhe në këtë moment ti kupton se çfarë do të thot me të vërtetë të falësh edhe të duash njeriu tjetër. Shumë e vërtet, në fakt na ka ardhur një mesazh nga një nga dëgjuesit tan pikërisht për këtë çështje. Ajo na ka treguar historinë e saj në lidhje me vështirësitë që ka pasur për të falur dikë. Ja se çfarë ka shkruar. Përshëndetje, dua të ndaj me ju një eksperiencë personale që ma ka bërë shumë të vështirë faljen. Pak kohë më parë kam pasur një shoqe të ngushtë, të cilën kisha vite që e njihja dhe i tregoja gjithçka. Për mua ishte si motër. I kam besuar aq shumë sepse nuk e mendoja asnjëherë se mund të më lëndonte. Ama një ditë mora vesh se ajo kishte treguar një sekret shumë personal timin të dikush të cilit unë nuk i besoja. Jo vetëm kaq, por ky person ua tregoi edhe njerëzve të tjerë. Kam kaluar një kohë shumë të vështirë sepse nuk më ikte nga mendja për asnjë moment si situatë, dhe të tërë më shikonin ndryshe dhe flisin shumë keq pas krave të mi. Në fillim nuk e dija që ishte ajo që i kishte nxjerrë këtë sekretimin dhe të tjerët, por kur e kuptova, më duk sikur më ra bota përmbys. Fakti që ky sekret kishte dalë, ju shtua edhe ajo që kishte dalë nga personit të cilët unë i besoja më shumë nga të tërë. Ajo në fund më kërkoi falje, por për mua normal që nuk ishte as pak të thjeshtë që ta falja. Sa herë që e shija ose që përmendej emri i saj, më vinte për të qarë, sepse i vetmi person nga i cili nuk e prisja. Shumë njerëz, një pjesë e këtyre ishin nga ata që kishin bërë sa theme për mua, më kanë thënë që duhet ta falja, sepse njeri ishte dhe ajo dhe normal që her pas here bën ndonjë gabim. Po, si mund ta fal unë atë, kur përveç se më ka turpëruar në një mënyrë të tmeshme, më ka humbur edhe besimin që kisha ndërtuar tek ajo. Akoma kur e kujtoj si situatë, ndjej një ngarkesë shumë të madhe dhe nuk di si t'ja bëj. Çfarë mendoni për këtë letrën? E kuptoj pak situatën e saj dhe unë do e kisha shumë të vështirë që ta falja. Pasi nëse do ishte vërtet një sekret shumë i madh dhe sidomos nga një person që nuk e prisje, normalisht që do kaloja një kohë shumë të vështirë. Mendoj që është një histori pak sa e trisht, sepse realisht të kesh një mikesh ose një mik edhe t'ja thot dikujt një sekret që t'ja ke besuar me vërtet është diçka shumë e tmerrshme për mendimin tim. Sidomos edhe pasi janë hapur llafe, thashë theme për ty, domethënë përveç se lëndimit që ke patur nga shoqja që ka nxjerr sekretin tënd, është dhe nga të tjerët që të fillojnë të gjykojnë edhe ti s'ke si as ta vërtetosh ose të ke ditë thuash të tjerëve të vërtetën sepse thashë theme zakonisht janë gënjeshtra shumë herë, edhe nga një sekret i vogël, po, nga një sekret i vogël të gjithëve, po. Kështu që duhet jetë shumë e vështirë. Po çfarë duhet të bëj ajo, si mendoni? Mendoj se do të marr pak kohë me veten e saj, edhe ta kuptoj pak a shumë gjithë situatën, edhe mira ishte që duhet ulej me personin, edhe ta sqaronte gjëra gjatë që pse e bëri këtë, edhe në fund të ditës mendoj se e mira është ta fali. Po, mendoj se është mirë dhe kështu. Okej. Në fakt, mirë do të ishte të dëgjonim se çfarë mendojnë edhe adoleshentët e tjerë rreth faljes. Jam shumë dakord. Dëgjojmë intervistat edhe kthehemi pas pak. Çfarë mendon se pengon njeriu që të fal dikë tjetër? Unë mendoj që ajo që e pengon njeriu të fal dikë tjetër shpesh është krenaria, zhgënjimi ose mungesa e besimit. Të falësh zakonisht kërkon kohë sepse lidhet me plagën emocionale që ka lënë situata. Unë jam një njeri që fal shpesh edhe nuk i ruaj këto rregulla. Çfarë është falja sipas teje? Falja sipas meje është pranimi i gabimit dhe lënia pas e inatit. Çfarë të ndihmon ty të falësh dikë tjetër? Më ndihmon thirrja që na ka bërë Zoti që ne t'i falim të gjithë. Sa e vështirë është falja nga 1 te 10? 8. Përse? Unë të paktën personalisht e kam të vështirë ta pranoj ndonjëherë gabimin që kam bërë ose çfarëdo lloj gjëje që mund të kenë ndodhur në atë moment për shkak të krenarisë. Çfarë mendon se e pengon njeriu që të falë dikë tjetër? Është natyra e tyre njerëzore, është thjesht dëshirat që ata kanë që të mbajnë një inat ndaj tyre edhe t'ua kthejnë në pra siç themi ne shqiptar me të njëjtën monedhë, po ideja është ata nuk fitojnë asnjë gjë me ato. Vese se dëgjuam që adoleshentët e dinë që e falur është gjëja më e mirë që mund të bëjnë, por që e kanë të vështirë.
ta bëjnë si gjë. Sepse I duket sikur mund të ulin veten e tyre. Në vërtet. Po ju vajza, çfarë ju ndihmon të falni? Për mua, lutja është një nga gjërat më të rëndësishme. Kur ti e ke të vështirë të falësh një person edhe ja thua Zotit që o Zot më ndihmo, që zemra ime të bëhet si e jotja, sepse ti I fal të gjithë pavarësisht çdo gjëje. Thjesht edhe të kërkosh durime tjetër, mendoj. Edhe pastaj të fillosh ta falësh pak nga pak, për shembull motra, vllai me të cilën zihesh për gjëra të vogla. Pastaj nëse ti e praktikon faljen si fillim me persona të cilët I ke më të afërt, I ke në familje, I ke në përditshmëri, normalisht që zemra jote do të zbutet edhe do ta kesh më të lehtë për të falur edhe persona të tjerë të cilët të kanë bërë keq. Gjithashtu, edhe të fillosh ta duash tjetrin edhe pse të ka lënduar. Por cila është perspektiva biblike mbi këtë temë? Le të dëgjojmë edhe të rikthehemi përsëri. Të dashur miq, ndërsa po e mbyllim këtë bisedë për faljen, dua të ndalem për pak tek një e vërtet që të gjithë e dimë, të falësh nuk është e lehtë. Ndonjëherë plagët janë të thella, fjalët kanë shkaktuar dhimbje dhe tradhtia ka lënë gjurmë. Dhe kur dikush na lëndon, reagimi më natyral është të mbajmë inat, të largohemi ose të kërkojmë hakmarrje. Por pikërisht këtu perspektiva biblike bëhet ndryshe nga ajo që shohim zakonisht në botë. Bibla nuk e mohon dhimbjen. Perëndia nuk thot bëj sikur nuk ndodhi asgjë. Falja nuk do të thotë justifikosh të keqen ose të pretendosh që nuk je lënduar. Falja do të thotë mos lejosh që dhimbja të kthehet në helm brenda zemrës tënde. Shpesh njerëzit mendojnë se falja është një dhuratë për personin tjetër. Por në të vërtetë shumë herë falja është çlirimi yt. Sepse kur mbajmë urrëtie për një kohë të gjatë, ajo fillon të na konsumojë ne. Zemra bëhet më e ashpër. Mendja jonë mbushet me zemrim dhe pa e kuptuar plagosit një 2 herë. Një herë nga ajo që ndodhi dhe herën e dytë nga inati që mbajmë për brenda. Jezusi foli shumë për faljen, sepse ai e dinte sa shumë ne kemi nevojë për të. Në një moment Pietri e pyet sa herë duhet të fal dikë. 7 herë? Dhe Jezusi u përgjigj, jo 7, por 70 herë 7. Kjo nuk ishte një matematik, ishte një mënyrë për të thënë mbaj vazhdimisht një zemër që nuk jeton në urrëtie. Dhe njëkohësisht sfida më e fortë edhe për ne sot është kjo. Jezusi jo vetëm foli për faljen, ai e jetoi atë. Edhe kur ishte në kryq I tradhtuar, I tallur dhe I lënduar, ai tha: "Po atë, falja ata." Kjo na tregon se falja nuk lind sepse personi tjetër e meriton gjithmonë, por sepse dashuria e Perëndisë është më e madhe se urrëtia. Ndoshta dikush që po na dëgjon sonte po mban një plagë të fshehtë. Ndoshta je lënduar nga një mik, nga një prind, nga dikush që ke dashur shumë. Dhe mund të mendosh, ti nuk e di çfarë më kanë bërë. Ke të drejtë. Ndoshta askush nuk e di plotësisht, por Perëndia e di. Dhe ai nuk të kërkon të shtypësh dhimbjen. Ai të fton t'ia dorëzosh atij. Falja nuk ndodh gjithmonë me njëherë. Ndonjëherë është një proces. Ndonjëherë duhet kohë që zemra të shërohet. Por çdo hap drejt faljes është një hap drejt lirisë. Dhe dua të them edhe diçka tjetër, sidomos për të rinjt. Ndonjëherë personi më I vështirë për të falur është vetja. Ka njerëz që jetojnë të lidhur me gabimet e skaluarës, me fajin, me turpin. Por Bibla na tregon se Perëndia është I gatshëm të falë dhe të jap një fillim të ri. Ti nuk je I përcaktuar nga gabimi yt më I madh. Hiri I Perëndisë është më I madh se e kaluara jote. Imagjinoni si do ishte bota nëse njerëzit do të mësonin të falin më shumë. Më pak urrëtie, më pak hakmarrje, më shumë paqe. Falja nuk e ndryshon të kaluarën, por mund të ndryshojë të ardhmen. Prandaj sonte ndoshta pyetja më e rëndësishme nuk është kush më ka lënduar, por a dua të jetoj I lirë nga kjo plagë. Mos lejoni që zemrimi të bëhet shtëpia juaj. Zgjidhni shërimin, zgjidhni paqen, zgjidhni faljen. Sepse njerëzit më të fortë nuk janë ata që mbajnë më shumë urrëtie, por ata që kanë forcën të duan dhe të falin edhe kur është e vështirë. Ky ishte edhe episodi I 3 I podcastit ton. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Do të kthehemi sërish javën tjetër me një temë akoma më speciale. Dëgjojmë episodin tjetër. Mirë dëgjofshim. Pa filtra, Ashtu siç je, ashtu siç është.
sepse e vërteta ka rëndësi, pa filtra.